Kur e kam lexu para disa ditëve, e që ko ka konë kismet sonte me tregu. Një Hajredin Efendia para 400 viteve ka jetu në Stamboll. Një buri mirë, një besimtar i mirë, një tregtar, një pasanik i madh. Në një ditë po kalon një tregtar i Rushit, edhe ju begenis do rush, e bleti 25 rush, e i tha punëtorit ti, që e që të rush të shpia. Shkoj me e qu rushin të shpia, punëtori Hajredin Efendis, edhe ky kur erë në akşam, hëngrën darë, pushoj pak, mas i pushoj, i tha grus, apo na qëtë dërush, që kish ble në drek. Gruja pa një, pa dy, i tha, vëllai na vjen keq, po as një kalavesh, e as një kokër rush së me, këtë kemë hëngër. La ilaha illallah, a që i dhënu, o qunë kom, nuk foli kur gjo, e mor setrën, e po del pe i shpis. Gruja, ty u mundu me jep një arsy, kur gjos po fol. Bismillahirrahmanirrahim, shkoj të një zotni në Stamboll, i cili kishte agjencion të patun shmerive. Tha, a ka mundësi token më të miren tokën në Stamboll më mashit, që son të menjerë budu, veç ka dhumi sa pare. Më të miren tokë, menjerë paret, bismillah. Shkoj të një ndërtus, më i njori, tha, a ka mundësi, tha, a din filën vendin? Po, filën parcelën, tha, komple, du me bu një gjami për Allah, son të paret menjerë paret. Tash zgati që kjo punë zgati, sa zgati një sata dy, shkoj e blejti parcelën më të mirë në Stamboll, shkoj e jadha parët, shkoj e goditi firmën ndërtimtore më të mirën, me abo xhamin, o këthy të shpia. Kur këthy të shpia, ma i qitë. E i tha grusa, e tha, edhe sonte, nëse sonte e kom e gjelin vdes, tha vdes me pazhik. Tha e bleva rushin, e syron mend një kalavesh rush më marujt mu. E unë kur të vdes, kuj kam i ran mend për mu me bo dua, a me jap një sadak për shpirtin tim, kështu pe pasuristime e ndërtova që gjami, sot falen mbi 200 njerëz, thiret gjamia, si kur me hongë rush, i ka jetë emni. Se storia, meselja e rushit, Hajredin Efendia. Sot që ta me shku në Stamboll, me lyp filon më halën, falesh në gjami. Tha syran mend me marujt din dark, një kalavesh rush. Po une kur vdes, e vin ata nipa, e stër nipa, e ata zot nija, ata zgona, sa bab gjysha i kem pas, e ju ndërmu t'i bënu, e kanë lën hektar. Tha, kush bon? Tha, ju s'pa pas këtë rujt rushin, e kështu për shpirtin tem. Allahu Ekber.